Në hapësirat e teatrit shqiptar në Shkup u mbajt ceremonia solemne e promovimit të shoqatës për art, kulturë dhe afirmim të gruas, Gonxhet. Një nismë e re që synon të vendos në qendër të vëmendjes rolin e gruas në jetën kulturore dhe artistike të vendit. Eventi mblodhi së bashku artiste, aktiviste, përfaqësuese të institucioneve kulturore dhe qytetarë të shumt, të cilët mbështetën idenë e krijimit të një platforme të hapur dhe gjithëpërfshirëse për gratë në rajon. Kryetaria e kësaj shoqate Miranda Hashani theksoi se e ndjente si obligim të formonte një kauz të tillë, si idhtare e artit shqiptar në qytetin se ku ka lindur, t'i kthej gjallërinë dhe shkëlqimin. Si një vajzë e rritur në Shkup, si një artiste grua, e kam ndjekur gjithmonë nevojën për të parë më së miri këtë vend. Fat që kisha prindër që më rritën e më mbështetën në çdo hap përtej paragjykimeve të asaj kohe. Më dhan krah për të prekur çdo dëshirë që kisha zemër, më ushqyen ëndrrën dhe dashurinë për këtë vend, që sot i jap artin tim dhe përkushtimin për të bërë më të mirën, edhe ndonse e larguar që këtu tashmë. Zemra ime jeton në këtë vend çdo herë, sepse thonë, kur je larg, e ndjen dashurinë më shumë, por edhe malli. Si idhtare e artit të mirëfillt shqiptar, ndihesha obliguar të bëj që këtij qyteti të bukur t'i kthej gjallërinë dhe shkëlqimin që e kam shijuar unë ndër vitet teksa rritesha këtu. Si fëmijë dashurinë për artin e këngën e nisa në shkollën fillore Penko. E me vallen më vonë në ansamblet Ibe Palikuqi dhe Minduraku. Këto dy dyer kishim atë kohë si fëmijë shqiptar të këtij qyteti ku mund ta tregonim talentin tonë. Të tjera dyer na mbylleshin. Një gjallëri artistike për shqiptarët në Shkup nisi për disa vite dhe ra përsëri në heshtje me pak aktivitete që mendoj nuk mjaftonin. E unë duke shëtitur në qytete të ndryshme mbar shqiptare në shumë festivale, evente, ndjeja dhembje mbrej pse qyteti nuk gjallëron si çdo qytet tjetër. Ndaj ndjeja që duhet të bëj diçka, duhet të bëja hapin që të gëzoj zemra për fëmijët tanë, për rininë e bukur, për shoqërinë. Zgjedhja e këtij emri pra nuk është vetëm simbolik, është rrënjësisht e lidhur me një histori, me shpirtin, me zemrën e këtij qyteti. Sado që t'ja përmendi vetëm emri Gonxhe na sjell në mendje menjëherë bien tonë më të dashur të Shkupit, Gonxhe Bojaxhiun Nën Terezën, një simbol universal. Një grua me një zemër të madhe, me dashuri të madhe, me një përulje, e cila me duart e saj përqafoi mbar njerëzimin. Ajo lindi mu këtu, në Shkup, në këto rrugë, në këto mure, prej këtu edhe doli, duke i treguar botës mbar se shkupjania është vetë forca. Por Shkupi ka pasur gjithmonë më shumë Gonxhe, ka pasur gra në heshtje dhe ka bërë histori. Në arsim, në kulturë, në art, në muzikë, në humanizëm, në jetën e përditshme. Gra që nuk janë përmendur në për libra apo edhe në për fjalimet të tilla, por që janë kujtuar gjithmonë në zemrat tona. Profesor Dr. Velant Ramadani shprehu mirënjohje për këtë nismë të artistës së madhe Miranda Hashani, ku mes tjera shtregoi edhe numrin e përfaqësimit të grave në Maqedoninë e Veriut. Ne ekonomistët nuk mundemi pa numra, kështu që kur flasim për Maqedoninë, nderuar ne në rrisimin e fundit dolëm meshkujt pak më pak se gratë. Do të thonë 50.4% janë gra, femë. Ndërsa, kur jemi të tregu i punës, aty prapë dominojnë e burrat. 24% dikun femra merr pjesë në fuqinë aktive të punës, vetëm 38% është norma e punësimit të grave. Dhe nëse i referohemi këtyre numrave, nderuar, çka po konstatojmë? Një kapital njerëzor shumë i dobishëm dhe i fuqishëm ngeli pa shfrytzuar. Dhe për t'i rritë të përqindje, sot krijohet Gonxhi, e cila besoj duke njohur
Miranda dhe ekipin e saj, unë e di se nuk do tjetë vetëm edhe një projekt i radhës, si që kanë ditë shumë projektet të këtu, dhe gjithë shka që mbajnë nga promovimi dhe atë mbyllë gjithë shka. Po duke njohur të me di se këto gongje me të vërtet do të vërzojnë. Me të vërtet, femën ndërmarrëse të Shkupit do të nxjerrën e pa shpirtin e saj kreativ nga se kemi nevojë. Se ekonomia e zhvilluar, e qëndrueshme, realizohet vetëm kur të gjithë kapitalet njerëzore hyjnë në funksion. Se resursi i pashfrytzuar nuk është resurs. Andaj, ne shmojmë se femra mund të kontribojë, e bashkë me gongjet edhe më tepër të ndriçojë, të lulëzojë dhe të kemi një ekonomi të qëndrueshme, një inovacion më të theksuar. Mos harroni, Mira Murati është femër. Revolucion AI, inteligjencë artificiale. Dhe mos përmendi këtu shumë emra të cilët sot janë model. Dhe unë pikrisht këtu edhe shoh në të ardhmen peshën e gongjeve, të krijoj modele që do të frymëzojnë gjenerata e breza të rejave që të ndërtojnë një ekonomi më të zhvilluar, më të qëndrueshëm, po edhe një femër më stoike që diti rri ballë këtyre sfidave. Në këtë eveniment nuk munguan as rreshtat e poezisë Anës Lumenjeve nga shkrimtari Fan Noli, recituar nga artistja e madhe Elhame Bilali. Arratisur, syrgjinosur, raskapitur dhe katosur, po vajtoj pa fund pa shpresë, anës rripës, anës presë. Ku e lame ku na mbeti, vaj vatani një mileti, anës detit i paljar, anës dritës i papar, pran sofrës i pangrën, pran dijes i panzën, la kuriq i dregostur, trup e shpirt i sakatosur. Se që shemben derbederët, mercenare dhe bejlerët, se që shtypen jabangjinjët, se që shtrydhen fajdegjinjët, se që prejnë, se që vranë, që shkretuan anën banë, në fundën e përdhunës, anës vjosës, anës bunës. Kam derin dhe knatësi të jem sot mes jush në një ngjarje që shënon ju vetëm themelimin apo promovimin e një organizate, por ngritjen e një zëri të fuqishëm, zëri i gruas shqiptare. Dhe nga këtu, në Shkupin e bukur, që dikur ishte kryeqendër të gjithë shqiptarëve, në Shkupin e Nënës Teres, në Shkupin e kulturës e traditës sonë, në Shkupin e lashtësisë, u bëjmë thirrje të gjithave që të luftojnë për liri dhe të drejta individuale e kolektive. Në kohë kur shoqëria përballet me sfida të shumta sociale, ekonomike dhe kulturore, është etike që gratë të kenë vend të merituar në shoqëri dhe në zhvillimet e shumta shoqërore. Unë jam nga Gjakova, njerëni të jam themeluese e shoqatës së parë të grave afariste jo në Kosovë, mirë po në rajon. Në shtator të 9 të montës, ka marrë iniciativen edhe e kemi themelu shoqatën e Gjakovë, mirë po me njerë jemi shtri në gjithë territorin e Kosovës, ku kemi ndihmu gratë nëpërmjet të shërbimeve, konsulencës, animeve, nëpërmjet të plan bizneseve, nëpërmjet lidhjes së tyre me donator, me kreditor, që ato të fuqizohen dhe të krijojnë bizneset të tyre, ose dhe ato që vetëm i kishin bizneset të tyre të zhvillohen edhe me te. Dhe për fund, ekskluzivisht për emisionin Ritmi i ditës, artistja e madhe Miranda Ashani theksoi se shoqata Gonxhe do ketë hapësirë për secilën grua që ka ide dhe se kjo shoqatë do jetë e pranishme edhe në qytete tjera. Shoqata Gonxhet do të jetë kryesisht për afirmim të vlerave, për artin, kulturën dhe fuqizimin e gruas. Unë mendoj që
nëpërmjet projekteve tona do të mundojmë të përfshijmë gjithë dhe jemi të hapur për të gjithë ata që kanë ide dhe nuk kanë mundësi ose nuk kanë ide si ti realizojnë. Më thoni, planifikoni që të zgjerohet një shoqatë e tillë, sepse tani është më vetëm fillimi dhe sot po bëhet promovimi i rëndësishëm i kësaj organizate, planifikoni që të zgjerohet më shumë edhe në vende të tjera? Sigurisht ne po fillojmë me Shkupin dhe vazhdojmë pastaj edhe nëpër qytete të tjera. Neve jemi të hapur për bashkëpunim me çdo. Shoqata Gongjet do të jetë aktive me projekte kulturore, artistike dhe edukative, duke përfshirë punëtori, tryeza diskutimi, ekspozita, festivale dhe bashkëpunime rajonale e ndërkombëtare, që vendosin gruan në qendër të krijimtarisë. Tani që digje